Faleminderit edhe një herë kolegëve në studion e lajmeve, faleminderit kolegëve dhe gjithë produksionit Koavizionit që janë atje, por edhe në anën tjetër e du një falenderim shumë të madh për gjithë ekipin që i kam këtu, kameramanët, teknikët, poshtë pjesa e ekipit të Kerit reportazhit. Faleminderit shumë që jam bashkë me mu dhe bashkë me shikuesit gjithë të tjera. Jemi bashkë përsëri me Shkurtë Agashin, thash që na kanë mbetur edhe shtete tjera për cilat kemi me folë bashkë, por në anën tjetër thash që do ta shikojmë krejt në fund bisedës apo mbyllim edhe bashkë me këngën dhe me videoklipin, por duke mos harruar sepse me pas Shkurtën në studio. E mos me shti me këndu live, ku faktikisht një që live-in e qanë, është e pamundshme na, dhe referina, kështu dhe në me apo me rima, po ufta, dhe në me apo me rima. Labi, unë u gëzova, thashëm ke thirë veç me folë. Jo për me folë, të kam thirë. Po edhe në anën tjetër dhe regjia këtë po pëtojnë, ja, me pas Shkurtën mës me kënu na i san nuk ban. Kështu që qka dush dhe me thonë, kështu qka dush me janis me kënu, qërë nuk është një vish një kongë, një 10 këna me kënu rënd, ta shtë në për shamëll të bëj pytjen, për shamëll dashnia, e të janis një kongë dashnis. Unë të bëj kongën gërbetit, një kongë gërbetit, kjo tash ka me konë loja e një kongë me labin. Për më kushtan, Labi. Jo, e prit. Unë e jem su mi pas një 2-3 vej për para, për me kënu. Edhe e dyta... Që përvis pak, saj lype? 2-3 Regjia? Jo, po mendoj kështë live me mu. Sa milion veta i kena shikusit. Se di sa milion e shofin. Diku 2 milion. Jo, mendova me qenë live me mu që më inspiru. Gjithmonë publika më inspiran. Edhe gjithashtu ti e din që unë kom marrësët me menagerin tem, nëse unë e vazhdej me këndu, a i dëm parët. Më thuj se kom ditë. A ka mësi ti që jemi kamerë qatja? Pe këtën kamerën që të qatja? Jo, rri qati ku je, qati ku je. Rri qati ku je, vish kamera me këtim. Uk, po që, balë për balë të kam. Qere, kur ma për balë se na kom qëto? Kur ma për balë se na? Sa pare, a duhet pare me shti me kënua, na i sanaj? A për në një kafe me labin e di që s'ka nevoj? Më falj. Falë, u ka me më thonë, e di që kur thët, u ka edhe në honë qaj. Jo, qëtësohu, bënë gati, shtinë në memorje kongën, po hala kena mbet dhe më thonë të kështetet. Hala jemi në përshtetje. Cilat qëtete, ku bëdë më shku, diku tjetër. Që ki najtë përjetim edhe që dënë e tushe, kom qëta prej qëti vendi që kisha dasht me përmend. Në Francë, kur kam qenë për herë të parë me një mbrëmje, ka qenë bashkë koha kur kanë qenë ato trazirat në Francë. E maj men që unë atë natë e kom një vetën së kur në kohën e para luftës në Kosovë, që ka qenë ajo ora policore. Për vetë faktin që unë kam kry mbrëmjen, kemi qenë bashkë me Ermalin, kemi kry mbrëmjen edhe kemi udhëtu me kerë. Vetëmit njerë që kanë qenë në rrugë, kemi qenë na me kerë. Edhe policia. Edhe policia. Menageri jam ka vozit, Ermali ka qenë edhe onë. Ka pas raste kur Ermali ka flejt, sigurisht për lodhjes. Unë në asnjë moment duke mujt me flejt edhe ka qenë frikë e madhe prej policisë, që zakonisht ti dush me qenë shumë i sigurt kur ki polici, po ka qenë frikë sepse tash mendojnë që ndoshta jemi për diçka tjetër, edhe nuk njihen sigurt me ne, edhe... Njëj do me thonë se ju që keni pas frikën e nuk keni njët sigurt me shku drejt autobanit. Absolutisht, edhe ka qenë autobani blokun, kemi kalu komplet rrugë lokale, edhe nuk e haroj kur atë natë. Kom kalu shumë mirë me shqiptarët në Francë, në mbrëmjen, po mas mbrëmjes. O konë këgja e frikshme. E frikshme. Okej, për pos Francës, ku shkojmë? Në Belgjik kam përjetimet mira, për vetëm njëherë një rast të edhin që kemi qenë bashkë në një mbrëmje kur ty ka lajmi që i ka ndru jetë shokë jetë. Edhe komplet më ka hubë disponimi, nuk jam një mirë, edhin se kemi qenë bashkë.
Po kryesisht kaloj shumë mirë dhe mbrëmjet atje bën shumë mirë. Unë e di, dhe me thonë, atë periudhë se si ka qenë, dhe me thonë, në fakt unë e kom përmend dhe kom thonë edhe kur isha tek emisioni pikrish Lemza, që po e thojmë edhe për shikuesit, të kom falenderu edhe aty për shkak që ki botë pa mundshme bashkë me Ukën, që me mniz, me marrë, dhe me thonë, me njere pas përfundimit në mramjes, me mniz drejt prej Belgjikës, me shku në Düsseldorf, për Düsseldorf, me po mënyrën ma të shpejtë dhe ma të mundshme sigurimi e aeroplanit, edhe biletas për mu këty, dhe me thonë shpejt për Kosovë, edhe pse biletat nuk kesh, po ish vish biznesi edhe kështu që edhe të biznesi e bonet pa mundshme që faktikisht unë e mu këty. Unë të falenderoj edhe jam minjose, por në anën tjetër kjo është ajo pjesa që jemi pjesë e shtëpisë. Unë e kisha ba për secilin, jo vetëm për ty, po kjo është e mira që njëri ka miq, ka shok. Babi jam gjithmonë thotë njëri vdes 2 herë. Edhe po i them, nuk po kuptoj qysh 2 herë vdes njëri. Thotë një herë vdes njëri kur nuk ka shoqni, edhe një herë është vdekje natyrale. Po. Edhe shoqnia për mu është shumë e rëndësishme, që më i shumë e vlerësoj. Falë edhe miqve të mi, edhe shoqnisë e kam bërë të organizim që te me qenë pjesë më bërëm të shoku tëmë. Shkurt, këto momente, unë e di që shikuesit e presin, dhe me thonë e presin shkurtën edhe e presin me këndu edhe live. Këto momente bashkë me juve, në përmjet këngës dhe videoklipit, e di që minzi e pretni, me ndëgju edhe me shiku, marketingu e pastaj është pjesa krejt e fundit emisionit Një Kafë Mlape. Sa të kem jetë nuk do të harroj, dhe nëse vetën ti me e dënoj, do mbi jetoj, unë ditë mbi jetoj. Sa të kem jetë nuk do të harroj, dhe nëse vetën ti me e dënoj, do mbi jetoj. Faleminderit edhe njerë gjithë juve që jeni bashkë me emisionin Një Kafë Mlapin, cilët reklamoni produktet e tëre. Faleminderit Qaj Dogadani, cili është bashkë me mu, Qaj Vital, në anën tjetër Tango, prodhimi vendor, mos në lash zoti asnjëre pa ta, duke mos haruar asnjëre Obi Center, por Obi edhe me gjitha produktet vendore cilat i ka. Valen 900 pas Telekomin në Kosovës, por gjithashtu duke mos i haruar asnjëherë që janë pjesë e imja. Melodia PX që duhet shkoni ta vizitoni, kujdes gjithmonë për veshjet e mia. Është Bavaria me ngjyrat alpen për lyerje, është Vasturi, Jonas Lovas, cilët udhtojnë për vende të ndryshme, Orsi që zakonisht e pastrojmë studion bashkë me Pikën për pastrim. Bini për rahatin, për komoditetin, për gjithë shka që na jep, dhe më thonë, në studio, ACN-ja që na ndryqen edhe na dukëm shumë bukur, por mbi gjitha është fol o për fol, gjithë shka s'kalon kush pa më thonë, pa më vetë, pa më thonë, Shkurta Gashi ja ka blekirin labit, po më në fund të Alberti. Saloni Alberti e mora veturën. A ki pa emisionin në Bazel që kom bo, në Qëre që kom bo, që më hitë për të një Audi. Jo, nuk. Se pas ke po, jam hip të një Audi, tipi 3 o konë, dhe kom thonë, kuku që kjeri është që ma ka vli Shkurta po pelot zbic. Unë nuk e ditë që shka dojnë këllaj, mbile ta kisha ble që atë kërë ma kështë ditë për ne. Qëre, e dashur të edhim për të mirë, që na faktikisht u përfale, u tha, asërë janë mësu njerës në zha për me shpike, për me bo, pa tjetër na edhim dhe më thonë situatat edhe sadet edhe momentet, dhe më thonë saj i duhem njëni tjetër dhe për çka i duhem njëni tjetër. Unë jam konsultu me familjen kur ka qenë momenti me të bon një dhurat, se ka qenë emisioni tillë, për 15 vjetorin tëndë. Po. Edhe jemi konsultu çka me të bo dhurat, unë mendoj që për gjithë neve sot do është një element kryesor dhe që s'mujna pa ta telefoni. A e bëjmë një selfie prasë me valen të gjithër më njerë. Edhe kemi vendos me familjen me të bo dhurat një telefon, është një dhurat e jemja, po që ty të krynë shumë pun me gjithë njerëzit tjerë. Se ti me telefon i krynë krejt pun. Me telefon, kështu që dhurat edhe për ty edhe për krejt. Qëse që aty e ki pas që ata keto folje dhe mas andejsh në thush që shë pësove që ata. S'kam komplekse shumë. Jo e di. Okej,
Shkom A ka mundësi që atë qojnë më ma marrë listë? Jo, që pëtalu Se jam, qojnë. Okej, faleminderit. që edhe ke qopin. Krejt kemi marrë me vete. Që edhe që do krejt u ti hape që shdo. Okej, shkurt. Po vim drejt fundit bisedës, e di që shikuesit janë knaqë me neve, po tash e kam në më thonë me ty, masi të kam këtu, edhe është ajo pjesa e fundit, unë ku i përmendi fjallët, edhe ti dush me gjetë një referendum, më thonë edhe me këndu për qëto fjallë. Apo, Okej. veç doshta me thonë që kjo aeroplani jëtë ka shumë i rahatshëm. Po, S'pas në Afrikë me ardhkër, edhe udhëtimi ka qenë shumë i mirë, pa dhe shumë i shkurt. Po thuj jemi drejt fundit. po të s'ka me udhtim jam është shumë i shpejt, shumë Qenë shpejt dhe qërësit, komad. edhe jem vend. Bi gjitha po e din edhe vetë që është komad. Komad është edhe shkojmë. Shumë rahat. Okej, pianisi prej kongës kështu, masi u folë dhe më thonë për udhtimet shumë ta edhe për krejt gjonat asëne. Për ta thëmë fjallën, Gyrbeti. Or bylbyl ka fluturon, t'fala nanës ti mi qonë, për shëndet mi gjithë shoqnin, në atë vendo ku kam lind. Or bylbyl ka fluturon, t'fala nanës ti mi qonë, për shëndet mi gjithë shoqnin, në atë vendo ku kam lind. Dashnia. Më kanë thanë nëse shen, kur një yll pikon, a dëshirë që e ke ta plotëson. Por nuk qenë ka e vërtet, vetëm fjale kot, për sëri në sytë e mi, ngelen vetëm lot. Kam besu në dashuri, po prej sot nuk besoj, një dashni që e kam pas, shpirt e zemër mi lëndoj. Tradhtia. O tradhtar, vishja fustanin e bardh. Okej, Klum ty e përjetojmë iftar të mirë kur është vakti iftarit, e agjerim të letë për gjithë ata cilët janë bashkë me emisionin Një kafe me labën dhe çdo musliman i cili agjerim sa më të letë. E dashur, unë po të falenderoj për zamërsisht, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Një kafe me labën, sot ty mas parti dhe zotit haja për shnetën, për shkak se ki se zonën këgjat ngarkume, të presin shumë familje ku ki mi gëzu një farë mënyre dhe ki me japë maksimumin, ashtu edhe në anën tjetër, si që e patëm rastin dhe më tonë edhe periudën e fundit të kujtesa që jepe maksimumin darsëm edhe i ke kallë krejt darsmen. Faleminderit Labi edhe njëherë ty për ftesën, edhe inshallah pjesë marë në studio të re, po më pëlqen shumë, një ambient shumë i ngrohtë. Edhe besoj që kena mu pa me të mira, mi dhënë informacione atyne që neve na dojnë. Pa tjetër, që ne do t'jemi bashkë edhe në të ardhmen, do t'i promovojmë edhe këngë tjera, sendet e reja, cilat vinë tujat. Unë edhe njerë për të falenderoj ty, në anën tjetër edhe Ukën për bashkëpunimin, për gjithë shka që është shumë korekt. Por mbi gjitha duhet një falenderim shumë ma për babushin edhe për gjithë pjesën e familjes tënde. Faleminderit shumë. Juve ju mbetet, vish që jeni bashkë me ne.